الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Me të vërtet falënderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të lartëmadhëruar të na I falë gjunahet tona. Kë e udhëzon Allahu I lartëmadhëruar në rrugën e drejtë, ka kush e humb atë nga ajo rrugë. Dhe kush e lë veten e vet në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë atë përveç se Allahut. Dëshmojmë edhe deklarojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç se Allahut. Dhe dëshmojmë edhe deklarojmë se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Thot Allahu I lartëmadhëruar në Kur'anin e Tij famëlar: O ju të cilët keni besuar, frikësojuni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni veçse duke qenë besimtar musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj I cili ju ka krijuar për një njeriu të vetëm, dhe prej Tij ka krijuar të shoqen e Tij, dhe prej këtyre dyve ka krijuar shumë burra e gra. Dhe keni frikë Allahun që me emrin e Tij kërkoni të drejtat tuaja dhe mbajeni fort lidhjet parafisnore se Allahu është mbikëqyrës për mbi ju. O ju të cilët keni besuar, thot, keni frikë Zotin me një frikë të sinqertë dhe thoni fjalë të drejta, fjalë të vërteta, se Allahu I lartëmadhëruar, nëse thoni fjalë të vërteta, do t'ju falë gjunahet tuaja dhe do t'ju mundsoj të bëni vepra të mira, dhe kush I bindet Allahut dhe I bindet të dërguarit e Tij me të vërtetë, që ka korrur një fitore shumë të madhe. Vëllezër të nderuar, Allahu I lartëmadhëruar ka dërguar tek ne pejgamber, edhe në popujt e tjerë ka dërguar pejgamber. Allahu I lartëmadhëruar na ka dërguar Kur'anin si mrekulli. Dhe Kur'ani është mrekulli e vërtet, me të cilën Allahu ja ka dërguar të dërguarit e Tij Muhamedit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta. Edhe të dërguarit e tjerë kanë patur mrekulli. Musa alayhis salam ka patur mrekulli shkopin. Isa alayhis salam, Allahu I ka dhënë mrekulli ngjalljen e të vdekurve me lejen e Allahut. Apo pejgamberët e tjerë u ka dhënë mrekulli, ama këto mrekulli ka qenë mrekulli që I kanë parë vetëse personat të cilët kanë qenë në atë kohë. Ndërsa Allahu I lartëmadhëruar e ka veçuar të dërguarin e Tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe I ka dhënë atij një mrekulli që do të jetë deri në ditën e Kiametit në duart tona. Ai është Kur'ani. Do të pyesi dikush për jush se çfarë ka zbritur Allahu I lartëmadhëruar gjën e parë, fragmentin e parë në Kur'an. Cilës I ka dhënë rëndësi Allahu I lartëmadhëruar më së tepërti në Kur'an. Ajo është Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd, I cili krijoi gjithçka. Pra Allahu ajetin e parë që ka zbritur në Kur'an ka qenë lexo, studio. Pra studimi në fenë islame, leximi është detyrë për çdo besimtar që ai të studiojë. Dhe mrekullia që është në Kur'an
është studimi, shkenca. Allahu i lartëmadhëruar ka prur argumente në Kur'an që të na tregojnë neve dhe të na mundsojnë neve që të shohim se Kur'ani është libër hyjnor dhe libër i shenjtë për Allahut të lartëmadhëruar. Allahu i lartëmadhëruar thot në Kur'an se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Do t'u mundsojmë atyre që ta kuptojnë atë Kur'anin se është i vërtet në horizonte edhe në turpat e tyre. Pra Allahu i lartëmadhëruar në këtë fragment kuranor na tregon ne se ka për të na i treguar dhe ka për të na i vërtetuar vërtetësinë e Kur'anit në diturinë që ndodhet në horizonte dhe në diturinë që ndodhet në trupin tonë. U është kërkuar shkencëtarëve dhe dietarëve të anatomisë dhe embriologjisë. Këtyre dietarëve u është kërkuar mendimi se çfarë mendojnë ata për sa i përket atyre fragmenteve të Kur'anit dhe atyre fragmenteve të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për temën e tyre. Dhe mbasi ata i kanë studiuar, kanë thënë si ka mundësi që profeti Muhammed, që para 1400 vjetësh e përshkruan në mënyrë të përsosur e curin dhe fazat e fëmijës, rritjes së fëmijës në barkun e nënës. Si ka mundësi para 1400 vjetësh dhe shkenca para 40 viteve e ka vërtetuar sot? Nuk ka mundësi që kjo të jetë prej mendjes së Muhamedit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Por se kjo është pamje për Allahun të lartëmadhëruar. Pejgamberi i Zotit thotë: Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan, thumma mithla dhalika, thumma yakunu mudgha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar ne se çdo kush për ju është krijuar në barkun e nënës së tij për një distancë kohe për 40 ditë ka qenë pik ujë. Dhe mbas 40 ditësh ka qenë gjak i mpiksur. Dhe mbas 40 ditësh të tjera si një kafshat mishi e kërtypur. Shkencëtarët sot e kanë zbuluar një vërtetësi të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1400 vjetësh e ka thënë një gjë të tillë. Kjo tregon për vërtetësinë e plot të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne e dim shumë mirë, sepse neve kemi besuar dhe jemi bindur se ai është dërguari i Allahut, por se ne na rritet imani kur shikojmë argumente të qarta të tilla. Dhe këto janë argumente të qarta për ata të cilët nuk besojnë. Se nga i ka ditë profeti Muhammed të saktësuara që para 1400 vjetësh. Allahu i lartëmadhëruar thot në Kur'an: e atyre që u është dhënë dija, e din se kjo që të është shpallur ty është prej Allahut, është e vërtetë, pra është prej Allahut. Pra ata të cilët kanë dituri, pra shkencëtarët, profesorët, ata të cilët merren me studimin e universit, ata që merren me studimin e mjekësisë, e din shumë mirë se ai Kur'ani është prej Allahut të lartëmadhëruar. Allahu thot përsëri në Kur'an: "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq." Dhe Allahu ju ka krijuar në barkun e nënave tuaja krijim pas krijimi, pra etap pas etape në 3 errësira. Pra Allahu thot në 3 errësira që para 1400 disa vite më para. Sot shkencëtarët i kanë zbuluar dhe kanë saktësuar se cilat janë këto 3 errësira të cilat ndodhet fëmia në barkun e nënës. Dhe kanë thënë se shtresa e parë është shtresa e jashtme e barkut të femrës. Dhe shtresa e dytë është shtresa uterinare.
ndërsa shtresa e tetë është membrana amniokorionike. Sot shkencëtarët i kanë zbuluar këto fakte, ama Allahu i lartëmadhëruar që para 1400 disa viteve ja ka shpallur profetit tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo arsye, shumë shkencëtar e kanë pranuar Islamin, janë bërë musliman me këto fakte, sepse ata e kanë diturim, ata kanë studiuar shkencën, ata e dinë shumë mirë se një person para 1400 viteve nuk mund t'i dinte këto gjëra nga vetë e vetë. Shumë shkencëtarë kanë folur dhe e kanë vërtetuar dhe e kanë pranuar se Kurani është shpallje për Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Për këtyre Alfred Kroner, një prej shkencëtarëve, prej dietarëve të mëdhenj të shkencës, ka thënë shumë të vërteta të përmendura në Kur'an nuk u munduan dot që të komentoheshin më përpara, por se me anë të ardhjes së shkencës, të avancimit të shkencës, sot neve po kuptojmë atë çka Zoti i ka zbritur 1400 vjetësh më përpara. Pra, edhe profesorët e tjerë, dhe këta profesora nuk kanë qenë profesora musliman që t'i thonë këto fakte, t'i thonë këto fjalë. Një prej tyre ka qenë dietari i njohur gjerman Goethe, që të gjithë ata që merren me studime e njohin se kush ka qenë Goethe. Çfarë ka thënë? Qoftë lavdëruar nata e bekuar në të cilën Allahu ka zbritur Kur'anin mbi profetin Muhammed. E kanë njohur këta njerëz Kur'anin, e kanë ditë vlerën e Kur'anit, sepse me të vërtetë Allahu i lartëmadhëruar na ka lajmëruar dhe na ka thënë do t'ua mundsoj atyre që ta kuptojnë se ai Kur'ani është i vërtetë prej Zotit në studimin e horizontit dhe në studimin e veteve të tyre. Pra nëse studion sot në horizont universit, do të shohësh argumente të qarta që Allahu na i ka sqaruar 1400 disa viteve më parë, që shkenca sot disa gjëra i ka nxjerr, edhe disa tjera akoma nuk i ka nxjerr. Pra, Allahu i lartëmadhëruar na thot në Kur'an, marajal bahrejni yaltaqiyan. E ai ka lejuar që dy detet të puqen mes veti. Ndërmjet atyre të dyve është një pengesë që ata nuk i kapërcejnë. Në surën Rahman, çdo kush për jush mund ta lexojë, mund ta hapi ta lexojë në surën Rahman. Që Allahu i lartëmadhëruar flet për detrat, për oqeanet, që ata janë të bashkuar, por ndërmjet tyre është një pengesë që nuk e ka përcen ujin. Allahu e ka zbritur këtë ajet kuranor 1400 disa vite më parë. Sot shkencëtarët e oqeaneve dhe detrave e kanë zbuluar se ndodhen ujërat e të atilla, të cilët janë të bashkuar, por ndërmjet tyre është një ndarës. Vëllezër të nderuar, si ka mundësi që në Kur'an ndodhet para 1400 vite më parë? Pra Kur'ani është shkencë. Mrekullia të cilën Zoti ka zbritur në Kur'an është shkenca. Kur'ani nuk është një libër që të mbahet në dollap apo të mbahet në makinë për sevap. Kur'ani pra duhet ta lexojmë. Ata të cilët merren me dituri duhet ta studiojnë. Kanë për të gjetur fakte shkencore të ndryshme. Nuk kam pse të lodhen shkencëtar duke kërkuar. Le ta lexojnë Kur'anin edhe ta shikojnë, ta vërtetojnë pra me shkencë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para 1440 viteve na ka lajmëruar dhe na ka thënë sa herë që shfaqet në një popull immoraliteti në mënyrë të hapur, tek ai popull do të bien epidemi dhe sëmundje të tjera që nuk kanë ekzistuar në popujt e mëparshëm.
Pra pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam para 1440 viteve e ka thënë këtë fjalë që kur të hapet imoraliteti në mas, priteni sëmundje që nuk i kanë padur popujt e mbarshëm. Ne shohim sot se shkencëtarët e kanë pranuar totalisht se nga marrëdhëniet jo legjitime, nga prostitucioni apo nga marrëdhëniet seksuale jo legjitime, nuk vjen gjë tjetër veç se sëmundje të rrezikshme. Nuk ka doktor, nuk ka shkencëtar që mos ta pranojë këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar 1440 vite më parë. A nuk është ky pejgamberi i Zotit? Me fakte. Jo se ai është pejgamberi jon, por se me fakte reale, logjike, shkencore. Ne shohim se në Amerikë dhe në Evropë që janë lejuar prostitucioni, që është lejuar homoseksualizmi, apo janë lejuar pisnaqe të ndryshme, sot ne shohim se sëmundja vdekje prurse i ka kapluar ata dhe po rrezikon ardhmërinë e të rinjve apo njerëzve, siç është SIDA, apo sëmundje të tjera, nga kanë ardhur vetë shkencëtarë po i pranojnë dhe boton nga prostitucioni, nga marrëdhëniet jo legjitime. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtje 1440 vite më parë dhe na ka thënë nëse do shtohet prostitucioni dhe imoraliteti, do të shfaqet në popull sëmundje të rrezikshme që nuk kanë qenë më përpara. A ka qenë SIDA në një sëmundje që është njohur para 40 apo 50 viteve? U hap prostitucioni, u hap sëmundja e SIDA-s, apo sëmundje të tjera që kanë të bëjnë me këtë temë. Pra, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i Zotit. Nuk janë vetë kaq faktet me të cilën pejgamberi na ka lajmëruar ne. Nëse do të lexoni, do të studioni se ato çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ato çka kanë zbuluar dhe po i shohim me sy vetë sot, keni për të mahnitur dhe ata të cilët nuk besojnë ka për të thënë se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Vëllezër nderuar, do ju bëj një pyetje. Para 30 apo 40 apo 50 viteve, kush kanë qenë ata të cilët kanë bërë pallatet, gradaçelat dhe bëjnë gara se kush e bën një gradacel më të madhe? Çfarë pune kanë bërë këta më përpara? Më kanë thënë se në Amerikë kanë qenë roje kuajsh, apo barin lopësh, apo barin kuajsh, para 50, 60, 70 apo 100 viteve. Çfarë kanë qenë në Dubai apo në vendet arabe para 40 viteve? Çfarë kanë qenë? Çfarë pune kanë bërë ata të cilën bëjnë gara? Kanë qenë roje devesh, roje lopësh, roje kuajsh. Edhe sot po bëjnë gara se kush e bën gradacele më të madhe. Të hidhemi para 1440 viteve. Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë fenomen? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka për të bërë kiameti. Pra nuk ka për të bërë kiameti derisa barin ka më zbathur, të zhveshur, të garojnë se kush e bën ndërtese më të madhe. Nuk është një fakt që ne nuk e shohim me sy. Hapeni televizorin, hapeni internetin dhe do të shikoni. Pejgamberi para 1440 viteve e ka lajmëruar këtë gjë dhe ka thënë, nuk bëhet kiameti derisa barin të mos zbathur të garojnë se kush do ta bëjë ndërtesë më të madhe. Nga e ka ditë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam se do të vijë një ditë më vonë dhe do të bëhen gradacele të larta, vetë se ka qenë shpallje për i Zotit. Allahu e ka zgjedhur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më të mirin e njerëzis nuk ka dyshim, më besnikun e njerëzis nuk ka dyshim, më korrektin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i dashur në popull, jo vetëm tek besimtarët,
Po në popull, pa ardhur shpallja, ka qenë njeriu më i dashur, të gjithë e donin, të gjithë e respektonin. Të gjithë kishin respekt për